Me ftesë të klubit të futbollit Vllaznia në Shkodër mbërriti një delegacion i zgjeruar sportiv nga Juventus Academy London. Në bazë të marrëveshjes së arritur nga drejtori i Akademisë së Kuçebluve Alban Hasani, në program janë zhvilluar 4 miqësore për grup moshat U10 dhe U11. Për grup moshën U10 ndeshjen e parë fitoi skuadra londineze 4-0. Ndeshja e dytë përfundoi në barazim 1-1 dhe pas goditjes së penalltive do të fitonte Vllaznia drejtuar nga Arben Parmeza. Megjithatë, kupa i takoi Juventus Academy London. Për 11 vjeçarët, Vllaznia drejtuar nga Safetosja dhe John Kola ishte dominuese në të dy ndeshjet. Të parën e fitoi 6-2 dhe të dytën 8-0, duke merituar trofeun e kupës së këtij turneu miqësor të zhvilluar mes dy akademive. Këto dy ditë ishin shumë bukura në Shkodër dhe shpresojmë që ndeshjet e tilla na shërbejnë sa më shumë sepse fëmijët nuk kanë si rezultat, nuk kanë si njëri aty bashkëpunimi nëpërmjet sportistëve, familjarëve dhe për këtë jam shumë i kënaqur sepse ka 2 ditë që print e ekipit të Juventus Londër, ku janë edhe shqiptar, janë anglez, indian dhe janë duke shoshënuar, duke pi kafe, duke dhënë bashkë dhe na shërbën më shumë ne si akademi sepse është një socialist i shumë mirë si shërben në ta me fëmijët tonë. Normalisht na kena një 5-6 shqiptarë që lozin në akademinë e Juves, bashkë ashtu me dy djemtë e mi. Me Vllaznin do kena kolaborime të treja, do mundona me basa kompeticione me klube elitare nga Spanja, Italia dhe vende tjera europiane.